Analisti sportiv, ish arbitri i futbollit Nejat Kasa, thotë se vetaritja e këtyre 3 kombëtareve në fazën gjysmë finale paraqet një sukses të madh. Ndërsa për Kosovën shprehet se ka gjasa më të mëdha të kualifikohet në finalen e play-offit, kurse Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë kundërshtar shumë të fortë. Besoj se Kosova me këtë ekip që e ka është në një formë shumë të lartë dhe mendoj se ato rundin e parë do ta kalojnë. Por pastaj duket se do të luajnë me fituesin e Turqi-Rumani, aty do ta kenë vështirë se unë shpresoj dhe besoj se kualitet më të madh ka Turqia. Dhe aty është pikpyetje e madhe. Kurse për Shqipërinë, mendoj se me handicapin që e ka tani me lëndimin e manajt, nuk ka shansa të kalon Poloninë. Po ashtu edhe Maqedonia, uroj që Maqedonia mos të pëson në një debakël, se të ne varet, pasi është ekipi i përzir, varet edhe nga disponimi edhe politik, edhe çdo gjë, dhe nëse ka një koleracion të mirë brenda ekipit, besoj se edhe Danimarka nuk do ta ketë lehtë, ku fantazistët janë Elmas dhe Bardhi, që janë në nivel shumë të lartë, dhe varet nga ata se pastaj se si do të jetë edhe sulmi. Besoj se Kosova i ka gjasat më të mira që së paku këtë rund ta kalon. Edhe trajneri në klubin e futbollit Shkëndia, Burhane Murllai, është i mendimit se kualifikimi në gjysmë finale të play-offit paraqet sukses të veçantë për të 3 kombëtarët, por është me rëndësi që të mos ndihen inferior ndaj kundërshtarëve. Duke marrë parasysh se të 3 kombëtarët janë në fushë të huaj, domethënë edhe Shqipëria los në Poloni, edhe Kosova është në Slovaki, edhe Maqedonia është në Danimark. Deri diku ka edhe efektin pozitiv, mirë po ka edhe efektin negativ, domethënë jemi në fushë të huaj dhe tifozët dhe përkrahja do të jetë për ekipet vendase. Mirë po mund të themi pa aspektin negativ është se presioni është në anën e ekipeve kundërshtare. Thënë të 3 ekipet shpresojmë që do të bëjnë më të mirë në fushë. Janë një ndeshje, mendoj se nuk do të futen si inferior. Në një ndeshje mund të ndodhë gjithçka, do të besojnë se mund të kualifikohen më të tjerë. Është e vështirë, domethënë kanë 2 ndeshje, është gjysmëfinale, pastaj është finale. Mirë po, gjithmonë të shpresojmë më të mirën për të 3 skuadrat. Televizioni Koha mori dhe prononcim nga Kopenhaga. Gazetari shqiptar që vepron atje, Adnan Aliti, thotë se zgjedhjet parlamentare kanë vënë në plan të dytë ndeshjen Danimark-Maqedonia e Veriut. Në mediat daneze ndeshja Danimark-Maqedoni për kampionatin botror 2026 trajtohet si një ngjarje e rëndësishme sportive, sidomos në mediat sportive dhe platformat online, ku ka interes të jashtëzakonshëm për kalimin e Danimarkës në kampionatin botror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila do të mbahet verës, siç e dimë të gjithë, dhe me padurim e presëm të gjithë. Megjithatë, mediat kryesore dhe lajmet qendrore vëmendja aktualisht më së tepërmi kanë përqendruar ngjarjeve dhe luftave që zhvillohen në këto momente në botë, në Iran, në Ukrainë, por në veçanti mediat daneze kanë qenë të fokusuara në zgjedhjet parlamentare të cilat u mbajtën dje në Danimark, dhe nga këto zgjedhje, për fat keq, sot nuk e dim se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Danimarkës. Gazetari nga Kopenhaga, Adnan Aliti, premton atmosferë sportive në Parken Stadium, por siguron se animi ka qenë korrekt, pa etiketime ballkanike. Ndeshja do të jetë nxehtë, është shumë vendimtare, do të ketë buçitje, brohuritje të jashtëzakonshme. Por një gjë do ta siguroj publikun atje, se publiku danez në asnjë moment nuk do të bërtas dhe nuk do të brohoras dhoma gazi për Maqedonë. Dhe asnjëherë, në asnjë moment, nuk do të brohoras se Maqedoni i vdekët është një Maqedoni mirë. Prandaj kujdes kur i nënçmoni të tjerët kur nuk bëjnë ata që ju mendoni për të tjerët. Ndeshja Danimark-Maqedonia e Veriut luhet nesër me fillim në orën 20:45 në Kopenhag.